Selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Dhe përshëndetje të gjithë. Kur thëmë selamu alaikum, e bëj një përshëndetje për muslimanët e gjithë kudo që janë. Dhe kur bëj thëmë përshëndetje, i përshëndes edhe gjithë fetë të tjera. Sot e postova një video, një vëlla Rezati që e ka postu në TikTokun e vetë. Dhe unë e mora postova të kun. Ai video më preki shumë. Ka vite, ka shekuj që në zemrat e këto njerëzve bëjnë shumë dallime. Ju kanë lënë sikur traditë familjare, e mësojnë fëmijën e vet, ta jepin me rritet, e mësojnë fëmijën e vet, dhe kështu që e përdorin termin ma gjop. Dallohemi nëse punojmë punë, dhe dallohemi nëse jemi në shkolla, e ndjim veten keq nëse jemi në mesin e shoqërisë, arsyeja vetëm për çka që Allahu Zoti na krijoi më esme se ju. Por nëse juve ka krijuar të bardhë, e ju që bëni dallime, pa e marrë përgjegjësinë numrin e krejtëve, disa, nëse ata ndjejnë veten që janë të bardhë, janë të bukur, ndërsa zemra e tyre është të zezë. E nëse ne jemi esmer apo të zi, ju premtoj që zemrën e kena shumë bardhë. Por unë do ta bëj një dua këtu, që të më ndihmojnë të gjithë, për gjithë ata që janë racista, të gjithë ata që nënçmojnë njerëz që janë esmer. Andaj në t'i gjej këtë dua, dhe inshallah do në Allahu e pranon. O Allah i plotfuqishëm, o Allah që krijove qiell dhe tokën, o Allah që krijove kodra dhe male, oqeane dhe detra, lumej, natyrë, bjeshk. Krijove ngjallësa nër ujë, mbi ujë, nër tokë dhe mbi tokë. Na krijove në mënyrë më të përsosur dhe më të bukur neve dhe gjendve, që të falenderojmë, të adhurojmë faljet tobe për te e kërkojmë. O Allah, në 99 emrat të tua të bukur, të drejtohem me këtë dua dhe këtë lutje për gjithë ata që po na nënçmojnë, për gjithë ata që po na dallojnë, për gjithë ata që po na shkalojnë, për gjithë ata që nuk na respektojnë dhe nuk janë të kënaqur me krijimin tënd që na krijove me esmer se ata. O Allah, falë këta njerëz. O Allah, udhëzoj këta njerëz. O Allah, largoju shejtanin e mallkuar që të mos bëjnë dallime mes të bardhit dhe të zillit, mes kombit dhe fesë. O Allah, smuarit e tyre shëroj. O Allah, vdekjet e tyre fali. O Allah, ruaj nga çdo taksirati i rrezikut, smundjeve, shejtanit mallkuar, kurtha shejtanit, nxitjeve shejtanit, për shpëritjeve shejtanit, lakmive kësaj dunjas, që të gjithë do të vdesim dhe do të him me një katrore të zezë pa dritare. Aty ku do të ndalohet fryma, aty ku nuk do të ashet dunjan, aty ku nuk do të ashet diellin si lind dhe hana si përëndon, aty kur do të kaplojnë gojën krimbat dhe sytë, aty kur të vinë me lajket të të pyesin se si jetove, si e kalove rinin dhe si e kalove jetën. Nësë Allahun që t'ju lexon këta njerëz, t'ju qelin perët e syve dhe mos të bëjnë dallime, mos ta nënçmojnë popullin të cilin janë esmer, dhe mos ta thirrin çdo popull me termin ma gjop. Të gjithë jemi një gjuhë dhe kemi një flamull, kemi një traditë. Andaj, lutë Allahun që t'ju falë, dhe t'u udhëzon ja Rabbil Alamin, t'ju ruan familjet e juaja, fëmijët e juaj, dhe mos përsëritet tradita e njorimit e racizmit. Ndoshta keni bit një dua tjetër, po pasha Allahun këtë dua bëna sinqer, me frikë dhe respekt ndaj Allahut tim. Andaj, inshallah këtë dua pranohet për mu dhe gjithë ata që ndërgjën këtë video. Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh, dhe përshëndetje të gjithë.